Në xhamin e madhe të Durrësit përgjatë muajit të Ramazanit vjen re shumë më tepër besimtar që e frekuentojnë atë. Madje nuk mungojnë as të rinjt, për kushtimit të cilëve përgjatë këtij muaji duket edhe më i madh. Amir Latifi është vetëm 16 vjeç, por ky është viti i dytë që po agjeron gjithë muajin e Ramazanit. Në klasën e tij, ai nuk është i vetmi. Duke mos ngrënë, jemi i kthjellët. Mund të merresh më shumë me mësime, jemi me çdërvjellet për të bërë gjëra që ndryshe do të kërkoni më shumë kohë. Në klasë je i vetmi që agjeron? Jo, ka dhe tjerë. Sa jeni? 5 veta, 6 veta. Shumë edhe vajza. Ndërsa David Kaplani, futbollist me ekipin e Kastriotit, pavarësisht seancave të gjata stërvitore dhe ndeshjeve në kampionat, agjeron prej disa vitesh tashmë. Teorikisht është e vështirë, sepse ta mendosh që edhe stërvitesh, sepse duke ditur që profesioni jonë ishte i tillë që na duhet ushqimi, na duhet ujë, vitaminat, proteinat gjitha me radhë, po në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit është një mrekulli e Zotit që ta lehtëson aq shumë sa që edhe realisht vetë ne nuk e besojmë, domethënë që na shkojnë gjërat shumë mirë dhe shumë bashkë, nuk jam vetëm unë futbollist që agjeroj tek ekipi im. Agjerimi si një nga 5 shtyllet e fesë islame është një obligim për cilin do musliman pas moshës së pubertetit. Por a duhet agjeruar thjesht dhe vetëm, sepse është kthyer edhe në një trend të kohës, apo duhet parë si një nevojë shpirtërore për të qenë sa më pranë Allahut? Pjesa agjerimit thjesht nga ana fizike, thjesht nga ana për të mbajtur trupin në formë nuk është e duhur, sepse siç e thotë imami në xhami që ne nuk agjerojmë vetëm për të hequr ushqimin dhe ujin, por do të ushqejmë shpirtin, do të agjerojmë syrin, gojën. Falja e xhumas, siç njihet mes besimtarëve, e gjen për herë plot xhaminë e madhe të Durrësit. Për imamin Ervin Gjylavku, vit pas viti, gjithnjë e më shumë të rinj ndjekin ritet fetare. Ka marrë për masë më të mëdha, masive, pra. Agjerimi normalisht ne shikojmë evident edhe në për kohët e faljeve ose në kohët që ne bëjmë ato iftarët e përbashkëta me njerëz, pra ka një pjesëmarrje më të madhe. Vit pas viti persona kanë interes më shumë dhe afrohen më pranë fesë islame si dhe muajit e Ramazanit. Agjerimi i muajit të Ramazanit përmbyllet me Fitr Bajramin, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islam. Ai nënkupton gjithashtu rikthimin e besimtarëve në rutinën e përditshme ushqimore, si dhe gjumit të natës si më parë.